Përshëndetje. Hyzmeqari i qeverisë dhe bandave në krye të policisë shtetit Skënder Hita e kujton në rendin dhe sigurinë si pengim të opozitës, lirisë së shprehjes dhe të protestës. Ky hitmen i narkoqeverisë pas ka dalë publikisht me perlën e radhës, duke thënë se Partisë Demokratike i lejohet protesta dhe tubimi vetëm në bulevard. Sikur e drejta e protestës të mos ishte kusht i ligjit, madje ka një vendim të gjykatës kushtetuese që kërkon vetëm njoftimin e protestës, ajo është edhe një e drejtë universale. Pra nuk varet nga një tek e hitës dhe langaraqëve të tjerë që kanë marrë peng policinë e shtetit. Partia Demokratike i thot kryepolicit pa mend në krye se nuk duhet leje dhe as miratim nga Hita apo askush për protestë. Ne kemi detyrimin ligjor të njoftimit dhe Hita ka detyrimin ligjor të garantimit të kësaj të drejte dhe të sigurisë së qytetarëve në protestë. Opozita konsideron provokim të hapur këtë deklaratë të kreut të krerëve të shitur të narkobandat dhe refuzon atë si antiligjor. Ne e dim se ushtari i Belës, që ka si koordinator me bandat Oltion Bistrin e sapo liruar nga burgu, e bën këtë që të provokojë dhe të përligj dhunën policore në protestë. Ne i themi se ai bashkë me urdhëruesit e tij do të mbahen përgjegjës për çdo akt dhune ndaj qytetarëve. Opozita do të jetë sot në bulevard, në rrugë, në të gjithë atë perimetër të protestës që janë një jo vetëm e drejta e protestës, por edhe misioni për të ndalur qeverinë nga vjedhjet, pengmarrjet dhe shpopullimi i vendit. Të vetmen kërkesë që kemi për Hitën është që të mos fusë në radhët e protestuesve kaleset e tij me qëllim provokimin e qytetarëve. Të tjerat nuk janë tagër i hyzmeqarëve të pushtetit, por i ligjit, kushtetutës dhe të drejtës universale. Në fund kam një thirrje për gjithë qytetarët e lirë që të na bashkohen sot në orën 19 në protestë në bulevard. Faleminderit.